Në një lagje të Tiranës ku paragjykimi maskohet si elegancë, një nën e thjeshtë e quajtur Lulieta e dërgon vajzën e saj, Borën, në festën e shkollës me një biçikletë të vjetër. E qeshura mizore e nënave të tjera në zonën e Kodrës së Diellit kërcënon të shkatërrojë gëzimin e vogëlushes, derisa dikush i papritur vendos të ndërhyjë. Ajo që fillon me dhimbje shndërrohet në një kthes që i prek të gjithë dhe zbulon vlerën e vërtetë të dinjitetit. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të pajtoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, ne vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Zilja e zgjimit ra në orën 5:30 të mëngjesit, si çdo ditë. Arta hapi syt ngadalë duke ndjer peshën e lodhjes së grumbulluar nga një tjetër javë intensive pune. Dhoma ishte e vogël, modeste, me mure që kishin nevojë për një lyrje të re dhe mobilje të thjeshta që ajo vetë i kishte bler pak nga pak, me shumë mundim. Dritarja linte të hynin rrezet e para të diellit të asaj të shtune qershori në Tiranë dhe nxehtësia premtonte të shtojë ende pa goditur ora 9. Ajo u ngrit me kujdes që të mos bënte zhurmë dhe eci drejt dhomës ngjitur, ku Bora po flinte e qetë, duke përqafuar ariun e saj prej pelushit të venitur. Arta ndaloi te dera, duke vëzhguar të bien me atë dashuri që vetëm një nën e njeh. Një dashuri që dhemb, që peshon, që sakrifikon, por që është edhe e vetmja gjë që e mban në këmbë çdo ditë. Bora ishte 5 vjeçe, me flokë gështenjë të drejtë që i rrinin deri te shpatullat, sy të mëdhenj e të errët plot kuriozitet dhe një buzëqeshje që ndriçonte edhe ditët më të vështira. Sot do të ishte një ditë e veçantë. Festa e mbylljes së vitit shkollor. Bora fliste për këtë prej javësh, e emocionuar për prezantimet, ëmbëlsirat dhe shokët. Arta e dinte se sa shumë do të thoshte kjo për vajzën. Prandaj, edhe me buxhetin e shtrënguar, kishte ndarë çdo qindark për të blerë një fustan të ri. Nuk ishte i markës, natyrisht. Por ishte i bukur, i verdhë si dielli, me një shiri të bardhë në bel. Bora e kishte zgjedhur personalisht në një dyqan në qendër dhe syt i kishin shkëlqyer nga gëzimi kur Arta i kishte thënë po. Arta u kthye në kuzhinë dhe filloi të përgatiste mëngjesin. Apartamenti me qira ishte i thjeshtë, i vendosur në një lagje popullore në periferi të Tiranës, pranë kombinatit. 2 dhoma të vogla, një dhomë ndenjeje që shërbente edhe si hapësirë loje për Borën, një kuzhinë e ngushtë dhe një banjë që kishte gjithmonë probleme me tubacionet. Por ishte e tyrja. Ishte shtëpia që Arta arriti ta ndërtonte vetë, pa ndihmën e askujt, pasi babai i Borës i braktisi që gjatë shtatëzanisë. Ndërsa skuqte vezët dhe ngrohte bukën, Arta mendonte për gjithçka që kishte kaluar vitet e fundit. Ishte 28 vjeçe, por ndjehej sikur kishte jetuar shumë më tepër. Të punonte si pastruese ditore në shtëpitë e familjeve të pasura ishte raskapitse, fizikisht dhe emocionalisht. Ajo pastronte banja mermeri, organizonte garderoba më të mëdha se gjithë apartamenti i saj, lante enë të importuara që kushtonin më shumë se rroga e saj mujore. Dhe e bënte gjithë këtë me dinjitet, sepse i duhej. Sepse kishte një vajzë për të rritur, për të edukuar, për të ushqyer. Bicikleta e vjetër e mbështetur në murin e sallonit ishte mjeti i saj i vetëm i transportit. Një bicikletë e vjetër kineze, e lyer me një të kaltër të venitur, me koshin e përparmë të shtrembër dhe shalën e arnuar me shirit izolues. Arta e përdorte çdo ditë për të shkuar në punë, për të bërë pazarin, për të dërguar Borën në shkollë. Nuk kishte turp prej saj. Përkundrazi. Ajo bicikletë përfaqësonte qëndresën e saj, aftësinë e saj për të vazhduar edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Bora u zgjua pak pas orës 7, duke u hedhur nga krevati me energjinë karakteristike të një fëmije të gëzuar. Vrapu te ëma dhe e përqafoi te Beli. Mami, sot është dita e festës. Do ta vesh fustanin tim të verdh, apo jo? Sigurisht, zemra ime. Do të dukesh e mrekullueshme, më e bukura nga të gjitha. Dhe ti do të vish me mua, apo jo mami? Më premto që do të vish. Arta ndjeu një shtrëngim në zemër. E dinte se çfarë do të thoshte të shkoje në atë shkollë. Shkolla Kristal ishte një institucion privat me emër, i frekuentuar nga elita e Tiranës. Arta arrinte ta paguante tarifën vetëm sepse punonte për drejtoreshën, e cila i ofroi një bursë të pjesshme në këmbim të shërbimeve shtesë të pastrimit. Ishte një shkollë e bukur, me kopshte të mirëmbajtura, klasa me kondicioner, mësues të kualifikuar. Bora meritonte të studionte atje. Por Arta e dinte se ajo vetë nuk i përkiste asaj bote. Të premtoj, bi.
Do të jem atje me ty gjatë gjithë kohës. Pas mëngjesit, Arta e lau borën me kujdes, i lau flokët me shampon që mbante erë luleshtry dhe i kreu çdo fije me delikatesë. I bëri 2 gërsheta të përsosura, duke i thurur flokët me mjeshtëri dhe dashuri. I vendosi shiritat e bardhë në maja dhe buzëqeshi kur pa rezultatin. Bora ishte rrezatuese. Fustani i verdh u vesh me gjithë ceremoninë që meritonte ai moment. Arta i mbylli çdo kopës të vogël në shpinë, i rregulloi shiritin në bel, i mbathi këpucët e bardha që ishin bler muajin e kaluar. Kur Bora u pa në pasqyrë, lëshoi një britm të vogël gëzimi. Shiko, mami. Dukem si princeshë. Ti je princesha ime, Bora. Gjithmonë ke qenë. Pastaj u bë gati Arta. Nuk kishte rroba luksoze, por zgjodhi fustanin e saj më të mirë, një fustan blu të errët të thjeshtë, dhe vuri pak buzë kuq të hapur. I kapi flokët bisht poshtë dhe mbathi të vetmet sandale me tak që kishte, edhe pse e dinte se do të jepte pedalet me vështirësi deri në shkollë. Para se të dilte, Arta shikoi biçikletën dhe mori frym thellë. E dinte se çfarë e priste. I dinte shikimet, komentet, qeshjet e fshehura. E kishte përjetuar këtë edhe herë të tjera, në mbledhjet me prindër, në eventet shkollore. Nënat e tjera vinin me makina luksoze, të veshura me rroba firme, të makiazhuara sikur të shkonin në sfilatë. Dhe ajo vinte me biçikletë, e djersitur, me rroba të thjeshta. Diferenca ishte ulëritse dhe mizore. Por sot ishte për Borën. Dhe për të, Arta do të përballonte çdo gjë. Hajde, zemra ime. Koha për të ikur. Bora u ngjit pas biçikletës, duke u mbajtur fort te beli i sëmës. Arta filloi të pedalonte nëpër rrugët e lagjes, duke ndier diellin e nxehtë të qershorit në lëkurë. Rruga deri te shkolla Kristal zgjaste rreth 40 minuta. 40 minuta pedalim nën vap, duke u ngjitur nëpër rrugica, duke shmangur gropat, duke dëgjuar vajzën që këndonte e gëzuar pas saj. Mami, sot do të ketë tortë me çokoladë. Do të ketë vërtet zemër. Dhe do të mund të hash sa të duash. Dhe do të ketë edhe kërcim. Mësuesja tha se kemi ushtruar shumë mirë. E di, bi. Të pash duke ushtruar në shtëpi. Do të jesh e mrekullueshme. Arta buzëqeshte, por për brenda zemra i ishte shtrënguar. Sa më shumë i afroheshin shkollës, aq më shumë nervoze bëhej. Jo për veten, por për Borën. Kishte frikë se mos e bia i vinte re shikimet dashakeqe, komente. E pëshpëritura. Kishte frikë se mos ajo ditë e veçantë kthehej në diçka të dhimbshme. Kur më në fund arritën te hyrja e shkollës Kristal, Arta ndjeu një lëmsh në stomak. Porta ishte e hapur, e dekoruar me tullumbace shumë ngjyrëshe dhe një pankartë të madhe ku shkruhej: Festa e fundvitit. Obori i brendshëm ishte plot me familje që po mbërrinin. Makina luksoze parkoheshin përpara, njëra pas tjetrës. Syve të importuara, makina që shkëlqenin, madje edhe një Range Rover që dukej sikur kishte dal nga një revistë. Nënat zbrisnin nga automjetet e tyre të patëmet, me fustane liri, çanta marke, flokë të rregulluar në sallone të shtrenjta. Baballarët mbanin këmisha me kopsa dhe syze dielli të shtrenjta. Fëmijët ishin veshur si të rritur të vegjël, me rroba që kushtonin qindra euro. Arta zbriti nga biçikleta dhe ndihmoi edhe Borën të zbriste. Kërkoi një vend diskret për ta lidhur, duke gjetur një hapësirë të vogël pranë disa bimëve dekorative, gjysmë të fshehur. Lidhi kyçin me duar që i dridheshin dhe kapi dorën e së bijës. Hajde, zemër. Ato ecën drejt portës. Arta i ndjeu shikimet menjëherë. Disa nëna ndaluan bisedën dhe pan në drejtim të tyre. Të tjera pëshpëritën me njëra tjetrën, duke qeshur në ndhëmë. Bora, ende e pafajshme, nuk vinte re asgjë. Ecën e lumtur, duke lëkundur dorën e sëmës, duke admiruar dekorimet me ngjyra. Duke hyrë në obor, Arta u përpoq të qëndronte diskrete, duke kërkuar një cep ku mund të qëndronin para në sy. Por ishte e pamundur. Ndjehej sikur të gjithë po e shikonin. Dhe ashtu ishte. Një grup grash ishte mbledhur pranë tavolinës së ëmbëlsirave, të gjitha të veshura me rroba sofistikuara, makiazh të përsosur, bijuteri që shkëlqenin në diell. Arta njohu disa prej tyre nga herët e tjera që kishte qenë në shkollë. Njëra prej tyre ishte Teuta, nëna e një shoqeje të Borës, një grua e gjatë, bionde, që gjithmonë e shikonte me përbuzje.
pranë saj ishte Valbona, një zeshkane me flokë të shkurtër dhe shikim të mprehë. Dhe ishin edhe 3 apo 4 të tjera, të gjitha nga i njëjti rreth social i privilegjuar. Teuta ishte e para që komentoi, por nuk e uli zërin mjaftueshëm. Shiko kush erdhi. Me bicikletë, si gjithmonë. Të tjerat qeshën duke u përpjekur ta fshinin, por ligësia ishte e qartë. Nuk e kuptoj se si drejtoresha lejon që njerëz të tillë të studiojnë këtu. Kjo e ul nivelin e shkollës. Valbona plotësoi duke tundur kokën. Dhe shiko rrobat. Duket sikur ka ardhur nga tregu i rrobave të përdorura. Çfarë turpi për vajzën. Po ashtu është. Po të isha unë, as nuk do të vija fare. Është shumë e sikletshme. Arta i dëgjoi të gjitha. Çdo fjalë ishte si një goditje me thikë. Ndjeu fytyrën ti DJ, sytë t'i rëndonin, por mori frym thellë dhe u përpoq të kontrollonte veten. Nuk mund t'i linte ta shihnin dobësinë e saj. Nuk mund të qante aty, para të gjithëve. Veçanërisht para Borës. Por kur uli shikimin, pas se edhe e bia i kishte dëgjuar. Bora kishte ndaluar së ecuri. Fytyra e saj, më parë rrezatuese, tani ishte e konfuzuar, e lënduar. Ajo pa të ëmën me lotët që filluan t'i mbushnin syl. Mami, pse folën ashtu ato? Arta u ul në gjunjën në lartësinë e vajzës, duke i shtrënguar duart e saj të vogla me forcë. Mos u avërveshin, zemra ime. Mos u intereson për atë që thon. Ti je e bukur, e mrekullueshme, dhe unë të dua shumë. Asgjë nga këto nuk ka rëndësi. Por Bora ishte dukshëm e tronditur. Gëzimi që kishte pak çaste më parë ishte zhdukur. Ajo shikoi rreth e rrotull, fëmijët e tjerë me rroba të shtrenjta, prindërit në makina luksoze dhe për herë të parë filloi të vinte re ndryshimin. Filloi të ndjente turp. Arta ndjeu një dhimbje të thellë në gjoks. Më keq se çdo poshtërim që mund të pësonte vetë, ishte ta shite të bien ashtu, të lënduar, të turpëruar për diçka që nuk kishte faj. Ishte e padrejtë. Ishte mizore. Por ishte realiteti ku jetonin. Ato ecën drejt një cepi më të largët dhe u ulën në një stol druri. Bora qëndroi e heshtur, e përqafuar pas së ëmës, pa energjinë e mëparshme. Arta e përkëdhelte, duke u përpjekur ta ngushëllonte, por ndjej e pafuqishme. Donte ta mbronte të bien nga gjithçka, por nuk mund ta mbronte nga ajo gjë. Nga ligësia e njerëzve. Nga paragjykimi. Nga pabarazia ulëritëse që i rrethonte. Obori vazhdonte të mbushej me familje. Festa ishte gati të fillonte. Një tavolinë e madhe ishte montuar në qendër, plot me ushqime, ëmbëlsira, torta, pije. Tullumbace shumë ngjyrëshe zbukuronin çdo cep. Një tribunë e vogël ishte montuar për prezantimet e fëmijëve. Dhe në cepin e kundërt, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve, ishte një motocikletë sportive e kuqe, shkëlqyese, e ekspozuar si çmimi i madh i shortit që do të hidhej në fund të eventit. Arta vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje trishtimi dhe dorëzimi. Ajo nuk ishte bota e saj. Nuk do të ishte kurrë. Por ishte bota ku vajza e saj duhej të ishte për të pasur një edukim cilësor, për të pasur mundësi që ajo vetë nuk i kishte pasur kurrë. Dhe prandaj do të duronte. Për Borën do të duronte çdo gjë. Në anën tjetër të oborrit, pranë skenës së montuar për fjalimet dhe prezantimet, ishte Genti Bardhi. Ai ishte 35 vjeç, i gjatë, me trup atletik, flokë të errët të prerë mirë dhe sy gështenjë që përcillnin seriozitet. Kishte veshur një këmishë të bardhë dhe pantallona jeans të errëta, pa egzagjerime, por me elegancën natyrale të dikujt që është mësuar me suksesin. Genti ishte pronar i një prej kompanive më të mëdha të teknologjisë në Tiranë, përgjegjës për zhvillimin e programeve për korporata të mëdha. Emri i tij ishte i njohur në mjedisin e biznesit dhe ai ishte ftuar si një nga sponsorët kryesor të asaj feste shkollore. Por Genti nuk ishte aty për detyrim social. Ishte sepse besonte sinqerisht në edukim, në mundësi, në ndihmën ndaj atyre që kishin nevojë. Historia e tij ishte prova për këtë. Ishte rritur në periferi të Tiranës, djali i një pastrueseje që e rriti atë dhe 2 vëllezërit e tij e vetme. E dinte mirë se çfarë do të thoshte të kishe nevojë, të vishje rroba të arnura, të poshtëroheshe sepse nuk kishe atë që kishin të tjerët. Dhe ishte pikërisht ajo dhimbje që e motivoi të studionte, të punonte fort, të ndërtonte diçka të madhe.
Ai po bisedonte me drejtoreshën e shkollës duke rregulluar detajet e fundit të eventit kur dëgjoi qeshjet dashakeqe të grupit të grave. U kthye instinktivisht dhe pa skenën. Një grua me fustan blu të thjesht, qartësisht e sikletshme, e ulur në gjunjë pranë një vajze të vogël me fustan të verdhë që po qante lehtë. Dhe rreth e rrotull, shikime gjykuese, komente mizore, qeshje të fshehura. Genti ndjeu zemërimin t'i hipte. Ajo sken ishte aq e njohur, aq dhimbshëm e njohur. Ju kujtua nëna e tij duke u poshtëruar në një festë shkollore kur ai ishte vetëm 6 vjeç. Ju kujtua se si e shënoi kjo gjë, se si u ndjei i vogël, i turpëruar, i pafuqishëm. Dhe ju kujtua gjithashtu se si i premtoi vetes që kur të rritej, nuk do të lejonte kurrë që dikush ta kalonte këtë pa reaguar. Ai i kërkoi ndjes drejtoreshës dhe eci ngadalë drejt stolit ku Arta dhe Bora ishin ulur. I vëzhgonte nga larg duke vënë re detajet. Mënyrën se si nëna i përkëdhelte flokët vajzës me butësi të pafund. Mënyrën se si vajza kapej pas saj duke kërkuar ngushëllim. Dinjitetin e heshtur të asaj gruaje, e cila edhe e poshtëruar, e mbante kokën lart për dashurinë ndaj vajzës. Genti ndaloi disa metra larg duke i vëzhguar ende. E dinte se duhej të bënte diçka, por nuk donte të ishte ndërhyrës. Nuk donte që kjo të dukej si mëshirë. Donte të ishte empati e sinqertë. Drejtësi. Festa filloi zyrtarisht me fjalimin e drejtoreshës, e cila u ngjit në skenë dhe falenderoi praninë e të gjithëve. Foli për vitin shkollor, për arritjet e nxënësve, për vlerat e institucionit. Fëmijët u thirrën për prezantimet e kërcimit dhe muzikës. U thirr edhe Bora dhe Arta e inkurajoi të shkonte, edhe pse shihte që vajza ishte e dekurajuar. Shko, zemra ime. Ke ushtruar aq shumë. Do të jetë bukur. Bora u bind me hezitim dhe u ngjit në skenë me fëmijët e tjerë. Muzika filloi dhe ata kërcyen një koreografi të ushtruar. Bora përpiqej t'i ndiqte, por ishte qartësisht pa energji. Lëvizjet e saj ishin mekanike, pa gëzimin që Arta e dinte se ajo kishte gjatë ushtrimeve në shtëpi. Arta e shikonte me zemër të thyrë. Donte aq shumë që e bija të ishte e lumtur, që ajo ditë të ishte e veçantë siç duhej të ishte. Por gjithçka ishte prishur nga fjalët mizore të njerëzve që nuk dinin asgjë për jetën e tyre, për betejat e tyre, për dashurinë që i mbante të bashkuara. Kur prezantimi mbaroi, fëmijët zbritën nga skena dhe shkuan direkt te tavolina e ushqimit. Ishte koha e ushqimit. Arta u ngrit dhe shkoi me Borën te tavolina, duke marrë 2 pjata një përdorimshme. I shërbeu vajzës një copë të madhe torte me çokoladë, disa ushqime të kripura, një ëmbëlsirë. Për vete mori vetëm pak. Jo sepse nuk donte të hante, por sepse donte të siguronte që Bora të kishte më të mirën. Ato u ulën përsëri në stolin e largët. Bora hante në heshtje, ende me kokën ulur. Arta përpiqej ta gëzonte, duke i bërë pyetje për prezantimin, duke i lëvduar fustanin, por ishte e vështirë të kthente buzëqeshjen që ishte vjedhur. Genti vazhdonte ta vëzhgonte nga larg. Kishte parë mënyrën se si nëna i shërbeu vajzës, duke u siguruar që ajo të kishte pjesën më të mirë ndërsa vetë mbetej me minimalen. Kishte parë kujdesin, dashurinë e pakushtëzuar të shprehur në çdo gjest. Dhe kjo e preku thellë. Pa pritur, një britm tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Një fëmijë, një djalë rreth 6 vjeç, ishte penguar pranë tribunës dhe kishte rënë me fytyrë në tokë. Ai po qante me zë të lartë, me gjurin e gërvishtur që po I rrifte gjatë. Prindërit e tij ishin në anën tjetër të oborrit, të shpërndarë në një bisedë dhe nuk e vunë re menjëherë. Arta u ngrit në çast. Pa u menduar 2 herë, vrapu te djali, u ul në gjunjë pranë tij dhe e ndihmoi të ulej. Mori një shami letre që kishte në çantë dhe filloi ta pastronte plagën me kujdes, duke I folur me zë të butë për ta qetësuar. Qetësohu, I dashur. Do të bëhet mirë çdo gjë. Është vetëm një gërvishtje e vogël. Djali po dëniste, por filloi të qetësohej me zërin e ëmbël të Artës. Ajo vazhdoi të pastronte plagën, duke kontrolluar nëse nuk kishte asgjë më të rëndë, ndërsa Bora vëzhgonte anash, duke admiruar mirësinë e nënës së saj. Prindërit e djalit më në fund e vunë re se çfarë kishte ndodhur dhe erdhën me vrap. Nëna, një grua me fustan të shtrenjtë dhe flokë bjond të patëmet, u duke befasuar kur pa Artën duke u kujdesur për djalin. Faleminderit, tha ajo, pa shumë emocion në zë. Unë kujdesem që këtu e tutje.
Arta tundi kokën, u ngrit dhe u kthye atje ku ishte Bora. Nuk priste falënderim. E kishte bërë sepse ishte gjëja e duhur, sepse çdo fëmijë meritonte të kujdesej dikush kur vritej. Genti, i cili kishte vëzhguar gjithë skenën, ndjeu diçka të ndryshonte brenda tij. Ajo grua nuk ishte vetëm një nën luftëtare. Ishte dikush me karakter të vërtet, me zemër bujare. Dikush që edhe duke u poshtëruar, edhe duke u gjykuar, ende kishte empati për t'u kujdesur për një fëmijë të panjohur. Ai shikoi rreth e rrotull, duke parë nënat e tjera duke biseduar me njëra tjetrën, duke qeshur, të pavetëdijshme për atë që kishte ndodhur. Pa motocikletën e kuqe që shkëlqente në diell, duke pritur për t'u hedhur në shorth. Dhe mori një vendim. Eci drejt tavolinës së organizimit dhe kërkoi të fliste me drejtoreshën. Ajo e priti menjëherë, tashmë e mësuar me kërkesat e tij si sponsor. Zonja Vjollca, do të dëshiroja të bëja një ndryshim në shorth. Drejtoresha ngriti vetullat, kurioze. Çfarë lloj ndryshimi, Genti? Ai mori frym thellë dhe e shikoi drejt në sy. Dua që motocikleta t'i jepet direkt asaj gruas atje me fustan blu. Pa shorth. Drejtoresha ndoqi shikimin e tij dhe pa artën të ulur në stol me Borën. U duk e konfuzuar. Por Genti, ajo nuk bën pjesë në grupin e prindërve që morën pjesë në event, ajo është vetëm nëna e një nxënëseje me bursë. Kjo do të shkaktoj polemika. Unë e di saktësisht se kush është ajo. Dhe është pikërisht për këtë arsye që dua ta bëj në këtë mënyrë. Më beso. Drejtoresha hezitoi, por e njihte Gentin prej vitesh. E dinte se ai ishte i drejtë, bujar, dhe se vendimet e tij gjithmonë kishin një qëllim. Tundi kokën, ende e pasigurt, por duke pasur besim tek ai. Mirë. Do të bëjmë ashtu si dëshiron ti. Genti e falenderoi dhe u kthye në vendin e tij, duke ndjerë zemrën t'i rrite fort. E dinte se ajo që ishte gati të bënte do të ndryshonte jo vetëm jetën e asaj gruaje dhe të atij fëmije, por do të dërgonte edhe një mesazh të fuqishëm për të gjithë të pranishmit. Festa vazhdonte. Fëmijët luanin, prindërit bisedonin, muzika e gëzuar dëgjohej nga altoparlantët. Por për Artën, asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Ajo vetëm donte që eventi të mbaronte shpejt që të mund të ikte, të dërgonte Borën në shtëpi, në vendin ku ndjeheshin të sigurta dhe të dashura. Bora, duke vënë re trishtimin e nënës, mbështeti kokën në shpatullën e saj dhe përshpëriti. Mami, të dua. Arta ndjeu lotët që kërcënonin të binin, por i përmbajti. Puthu ballin e vajzës me butësi dhe u përgjigj. Edhe unë të dua, zemra ime. Më shumë se çdo gjë në këtë botë. Dhe në atë moment, edhe mes dhimbjes, Arta e dinte se kjo ishte e vërteta. Dashuria e tyre ishte më e madhe se çdo poshtërim, më e madhe se çdo gjykim. Ishte ajo që kishte rëndësi. Ishte ajo që i mbante gjallë. Në anën tjetër të oborrit, Genti vëzhgonte atë skenë dhe buzëqeshi lehtë. E dinte se po bënte gjën e duhur. Dhe mezi priste të shihte reagimin e të gjithëve kur të ngjitej në atë skenë dhe të thoshte atë që duhej thënë. Pasditja përparonte në Tiranë me vapën karakteristike të qershorit. Obori i shkollës, Kristal, vazhdonte të ishte plot me familje, fëmijë që vraponin nga njëra anë në tjetrën, prindër që bisedonin në grupe të vogla. Festa ishte në kulmin e saj, por për Artën dhe Borën, koha dukej se zvarritej ngadalë, sikur çdo minutë të ishte një amshim sikleti. Arta vëzhgonte diskretisht rreth e rrotull, duke u përpjekur të kalonte pa u vënë re. Grupi i grave që e kishte poshtëruar vazhdonte të ishte mbledhur pranë tavolinës së ëmbëlsirave, duke qeshur me zë të lartë, duke gestikuluar me gota lëngu në dorë. Her pas here, njëra prej tyre shikonte në drejtim të Artës dhe i përshpëriste diçka të tjerave, duke shkaktuar qeshje të reja. Ishte e qartë se ajo ishte ende tema e bisedës së tyre. Bora ishte mbështetur në prerin e së ëmës, tepër e qetë për një fëmijë 5 vjeç në një festë. Gishtat e saj të vegjël luanin me shiritin e fustanit të verdh, duke e mbështjell dhe çmbështjell pëlhurën vazhdimisht. Arta e kuptoi se vajza po përpiqej të procesonte gjithë çfarë kishte ndodhur, duke u përpjekur të kuptonte pse ato gra kishin qenë aq mizore. Mami, do të ikim shpejt? Arta ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Bora kur nuk kishte kërkuar të ikte nga një festë më parë. Gjithmonë qëndronte deri në fund, duke luajtur, duke shijuar çdo moment. Por sot ishte ndryshe. Sot shkëlqimi në sytë e saj ishte fikur.
Edhe pak ka mbetur shorti, zemra ime. Pastaj do të ikim, mirë? Bora tundi kokën, por pa entuziazëm. Arta e përqafoi më fort, duke dëshiruar të mund ta fshinte atë dhimbje, atë turp që nuk duhej të ekzistonte në zemrën e një fëmie aq të vogël. Genti bardhi vazhdonte t'i vëzhgonte të dyja nga larg. Kishte qëndruar pranë skenës, duke ndjekur çdo lëvizje të tyre, çdo shprehje. Shihte mënyrën se si nëna e mbronte vajzën me trupin e saj, sikur donte të krijonte një mburojë rreth saj. Shihte trishtimin e pikturuar në fytyrën e vogël të vajzës, e cila duhet të ishte rrezatuese në një ditë si kjo. Ai e dinte se duhej të bënte më shumë se sa thjesht t'i jepte motocikletën. Duhej t'i tregonte atij fëmije se jo të gjithë njerëzit ishin mizor, se ende kishte mirësi në bollë. Dhe duhej ta bënte këtë në mënyrë të sinqertë, pa u dukur i detyruar apo artificial. Mori frym thellë dhe eci drejt stolit ku ato ishin ulur. Hapat e tij ishin të sigurt, por zemra i rrite shpejt. Kur u afrua, ndaloi në një distancë respektuese dhe buzëqeshi me butësi. "Më falni," tha ai, me zë të butë. "Më falni që ju ndërpres, por nuk munda të mos vija re fustanin e bukur të kësaj zonjushe këtu." Bora ngriti syt, e befasuar. Arta gjithashtu shikoi lart, duke takuar shikimin e Gentit. Për një çast, ajo u tendos, e përgatitur për një tjetër poshtërim. Por kishte diçka ndryshe te ai burr. Diçka në sytë e tij që nuk ishte gjykim. Ishte mirëkuptim. "Është fustani i saj i preferuar," u përgjigj Arta, me zërin ende të ngarkuar me kujdes. Genti u ul që të ishte në lartësinë e Borës, duke u mbështetur në një gjuhë. E shikoi atë me një buzëqeshje të sinqertë, atë lloj buzëqeshjeje që fëmijët e njohin si të vërtetë. "A e di se çfarë më kujtoi ky fustan? Më kujtoi diellin. A e di ti se dielli është gjëja më e rëndësishme në qiell? Patë, asgjë nuk do të rritej, asnjë lule nuk do të çelej, asnjë jetë nuk do të ekzistonte. Dhe ti, me këtë fustan të verdh, dukesh si një copës dielli këtu në tokë." Bora puliti syt, ende e dyshimt, por një shkëndij kurioziteti filloi të shfaqej në sytë e saj. "Por Xhaxhi, a është i rëndësishëm sepse shkëlqen?" Genti qeshi lehtë, një qeshje e butë që dukej se ngrohte ajrin rreth e rrotull. "Saktësisht. Dhe a e di çfarë tjetër? Dielli nuk ka nevojë për asgjë tjetër përveç vetes për të shkëlqyer. Ai nuk ka nevojë për rroba të shtrenjta, për makina të bukura, për asgjë nga këto. Ai shkëlqen sepse është ai vetë. Ashtu siç shkëlqen ti duke qenë vetvetja." Arta ndjeu sytë t'i digjinin. Ato fjalë, aq të thjeshta, kishin një peshë të thellë. E kuptonte se ai burr nuk po përpiqej vetëm të gëzonte Borën, po dërgonte një mesazh për të dyja. Një mesazh vlere vetjake, dinjiteti. "Si quhesh?" pyeti Genti, duke parë ende Borën. "Bora." "Çfarë emri i bukur." "Unë quhem Genti." "Po mami jote?" Arta hezitoi për një sekond para se të përgjigjej, ende duke u përpjekur të kuptonte qëllimet e atij burri. "Arta. Kënaqësi që ju njoha të dyjave. A banoni këtu afër?" Arta tundi kokën. "Në periferi, te kombinati. Erdhëm me biçikletë." Genti e vuri re mënyrën se si ajo e tha këtë, me një përzierje krenarie dhe droje. Krenari që kishte arritur deri aty, droje se mos gjykohej për këtë. Ai deshi të thoshte se kjo ishte e admirueshme, se forca e saj ishte frymëzuese, por e dinte se duhej të ishte i matur. Nuk donte që të dukej si mëshirë. "Sa mirë. Unë gjithmonë i kam admiruar njerëzit që përdorin biçikletën. Është shumë më e shëndetshme dhe ekologjike se sa makina. Kur isha fëmijë, shkoja në shkollë me biçikletë gjithashtu. E imja ishte e kuqe, e gjitha e ndryshkur, por unë e doja atë biçikletë." Bora e shikoi me më shumë vëmendje tani. "Edhe Xhaxhi shkonte me biçikletë?" Po. Çdo ditë, me shi apo me diell. Mami im nuk kishte makinë, kështu që biçikleta ishte mjeti ynë i transportit." "Dhe a e di diçka? Disa nga kujtimet e mia më të mira janë kur pedaloja me mamin tim. Bisedonim për çdo gjë, qeshnim shumë. Ishin momente të veçanta." Arta ndjeu diçka të lëvizte brenda saj. Kishte vërtetësi në ato fjalë. Nuk ishte një fjalim i përgatitur apo i zbrazët. Ai vërtet e kishte jetuar. Këtë.
Ajo e kuptoi nga mënyra se si sytë e tij shkëlqenin kur fliste për nënën e tij, nga nostalgjia e sinqertë në zë. Mami juaj duhet të jetë një person shumë i fortë, komentoi Arta, pothuajse pa e vënë re. Genti ktheu shikimin nga ajo dhe tundi kokën, me një buzëqeshje të butë por të ngarkuar me emocion. Ishte. Ajo ndërroi jetë 5 vite më parë. Por po, ajo ishte gruaja më e fortë që kam njohur ndonjëherë. Rriti 3 fëmijë e vetme, duke punuar si pastruese, duke u përballur me paragjykime çdo ditë. Dhe kur nuk e humbi dinjitetin. Kur nuk e uli kokën. Ajo më mësoi se vlera e një njeriu nuk qëndron në atë që ka, por në atë që është. Arta ndjeu lotët t'i vinin. Ato fjalë prekën thellë në zemrën e saj sepse ishin saktësisht ato që ajo përpiqej t'i mësonte Borës çdo ditë. Që ato nuk ishin më pak të rëndësishme sepse kishin më pak para. Që mirësia, karakteri, dashuria ishin ato që vërtet kishin rëndësi. Më vjen keq për mamin tuaj, tha Arta, me sinqeritet. Faleminderit. Por ajo la një trashëgimi të bukur. Më mësoi të mos gjykoj kur askënd nga pamja, të shikoj gjithmonë në zemrën e njerëzve. Dhe sot, duke ju parë ju të dyja këtu, mu kujtua aq shumë ajo. Mu kujtua mënyra se si më mbronte, mënyra se si më donte pa kushte. Bora, që po dëgjonte gjithçka me vëmendje, pyeti me pafajësinë e fëmijës. A është xhaxhi i pasur tani? Genti qeshi, por pa arrogancë. Me një lehtësi të sinqertë. Kam një kompani, punoj shumë. Por a e di çfarë mësova, Bora? Paraja nuk e bën askënd më të mirë apo më të keq. Vetëm e bën jetën pak më komode. Ajo që ka rëndësi vërtet është se si trajton njerëzit, nëse je e sjellshme, nëse ndihmon ata që kanë nevojë. Dhe xhaxhi ndihmon? Përpiqem të ndihmoj sa herë që mundem. Dhe sot jam shumë i lumtur që ju njoha juve. Arta ishte emocionuar, por ende e konfuzuar. Pse ai burr po tregonte aq shumë mirësi? Çfarë donte? Ishte mësuar të shihte interes të njerëzit, pritshmëri, qëllime të dyta. Por te ai, sado që kërkonte, gjente vetëm sinqeritet. A punoni në shkollë? Pyeti Arta, duke u përpjekur të kuptonte. Jo saktësisht. Unë jam një nga sponsorët e eventit. Kompania ime mbështet disa projekte edukative këtu në Tiranë. Besoj shumë në edukim cilësor për të gjithë. Kjo është shumë e bukur nga ana juaj. Genti ngriti shpatullat, modest. Është minimalja që mund të bëj. Kam pasur mundësi që shumë të tjerë nuk i kanë. Kështu që përpiqem të kthej diçka mbrapsht në një farë mënyre. Në atë moment, Bora rëshiti nga preheri i Artës dhe ju afrua Gentit me kuriozitet. A do xhaxhi të bëhet shoku im? Genti buzëqeshi, i prekur nga thjeshtësia dhe pastërtia e asaj pyetjeje. Do të dëshiroja shumë të bëhesha shoku yt, Bora. Dhe i mamit tënd gjithashtu, nëse ajo më lejon. Arta ndjeu fytyrën t'i skuqej lehtë. Kishte diçka në mënyrën se si ai e shikonte që e bënte të ndjej e parë. Jo si gruaja e varfër që erdhi me biçikletë, por si një person me vlerë, e denjë për respekt. Besoj se Bora e ka vendosur tashmë për ne të dy, u përgjigj Arta, me një buzëqeshje të turpshme. Fëmijët janë gjithmonë më të mençur se ne, apo jo? Ata biseduan edhe për disa minuta. Genti pyeti për punën e Artës, për ëndrat që kishte për Borën, për vështirësitë e përditshme. Dhe Arta, e befasuar nga vëmendja e tij e sinqertë, filloi të hapej. Tregoi për shtëpitë ku punonte, për sa e vështirë ishte të balanconte çdo gjë e vetme, për mënyrën se si bënte çdo gjë që Bora të kishte një edukim më të mirë. Genti dëgjonte me vëmendje, pa e ndërprerë, pa e gjykuar. Vetëm duke thithur çdo fjalë, çdo emocion. Dhe sa më shumë dëgjonte, aq më shumë admirim ndjente për atë grua. Ajo nuk po kërkonte ndihmë, nuk po viktimizohej. Po ndante vetëm realitetin e saj me ndershmëri. Ti je një nën e jashtëzakonshme, Arta. Bora ka shumë fat që të ka ty. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Kishte kaluar kaq shumë kohë që kur dikush e kishte vlerësuar kështu. Kishte kaluar kaq shumë kohë që kur nuk ndjeje një orë. Unë bëj vetëm atë që çdo nën do të bënte. Jo. Ti bën shumë më tepër se aq. Dhe një ditë Bora do ta kuptoj se sa shumë ke luftuar për të. Para se Arta të mund të përgjigjej, zëri i mikrofonit u dëgjua nëpër obor.
Drejtoresha po ngjitej në skenë duke treguar se momenti i shortit ishte afër. Genti u ngrit, pastroi pantallonat diskretisht dhe I shikoi të dyja me një buzëqeshje enigmatike. Më duhet të ik tani. Por ishte shumë mirë që ju njoha. Vërtet shumë mirë. Bora I bëri me dorë, e gëzuar. Mirupafshim, Genti. Mirupafshim, Bora. Mirupafshim, Arta. Ai eci mbrapsht drejt skenës duke e lënë Artën me një rrotullim emocionesh. Nuk dinte të shpjegonte saktësisht se çfarë kishte ndjerë në ato minuta bisede, por kishte diçka ndryshe. Diçka që I ngrohte zemrën në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Obori po organizohej për shortin. Fëmijët u udhëzuan të uleshin përpara skenës, ndërsa prindërit qëndronin mbrapa. Arta dhe Bora shkuan gjithashtu atje, duke u pozicionuar diskretisht në një cep anësor. Motocikleta e kuqe ishte në qendër të vëmendjes, duke shkëlqyer në diellin e pasdites, dhe të gjithë të pranishmit e shikonin me admirim dhe pritshmëri. Drejtoresha mori mikrofonin dhe filloi të fliste. Mirëdita të gjithëve. Shpresoj se po e shihoni këtë festë të bukur të mbylljes. Dua të falenderoj praninë e të gjitha familjeve, mësuesve, punonjësve. Dhe veçanërisht dua të falenderoj sponsorët tanë që e bën këtë event të mundur. Ajo gestikuloi në drejtim të Gentit, I cili ishte anash skenës. Në veçanti, Genti ynë I dashur nga Go Technology, I cili jo vetëm që sponsorizoi një pjesë të eventit, por edhe dhuroi këtë motociklet të bukur që do të hidhet në short sot. Duartrokitjet u dëgjuan në obor. Genti përshëndeti duke falenderoj, por fytyra e tij ishte serioze, e përqendruar. Drejtoresha vazhdoi. Siç e dini të gjithë, çdo familje mori një kupon kur hyri. Shorti do të bëhet në mënyrë të drejtë dhe transparente. Por para kësaj do të dëshiroja të ftoja vetë Gentin të thoshte disa fjalë. Genti u ngjit në skenë në duartrokitje të reja. Mori mikrofonin dhe qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke parë turmën. Shikimi I tij përshkoi çdo fytyrë të pranishme, duke ndaluar për një çast të Arta dhe Bora që ishin në cep. Arta ndjeu zemrën t'i rrite fort pa e kuptuar pse. Mirëdita të gjithëve, filloi Genti me zë të fortë. Por të butë. Është një kënaqësi të jem këtu sot, mes kaq shumë familjeve, duke festuar edukimin dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Ai bëri një pauzë, duke marrë frymë thellë. Para se të fillojmë shortin, do të dëshiroja të ndaja diçka me ju. Një histori. Historinë time. Obori mbeti në heshtje. Të gjithë po kushtonin vëmendje. Unë kam lindur dhe jam rritur në periferi të Tiranës. Mami im ishte pastruese dhe babai na braktisi kur isha 3 vjeç. Ishim të varfër. Shumë të varfër. Më kujtohet që shkoja në shkollë me rroba të arnura, me këpucë të grisura, me urinë. Më kujtohet që po shtërohesha nga shokët, që dëgjoja komente dashakeqe nga prindërit e fëmijëve të tjerë. Disa njerëz në obor filluan të lëviznin, të parehatshëm. Genti vazhdoi. Por mami im kur nuk më la të dorëzohesha. Ajo punonte 16 orë në ditë që unë dhe vëllezërit e mi të mund të studionim. Ajo pedalonte kilometra në diell dhe shi për të garantuar që të kishim minimalen. Dhe a e dini çfarë më thoshte ajo? Ajo thoshte, Genti, ti vlen shumë. Nuk ka rëndësi se çfarë thon të tjerët, ti ke vlerë. Arta ndjeu lotët t'i rridhnin. E dinte saktësisht se ku do të dilte kjo. Sot, kur erdha këtu, pash një skenë që më theu zemrën. Pash një nën që vinte me biçikletë me vajzën e saj. Pash atë duke lidhur biçikletën me kujdes, duke hyrë në obor dorë për dore me fëmijën. Dhe pash një grup njerëzish duke qeshur me të, duke bërë komente mizore, duke e poshtëruar sepse nuk kishte një makinë, sepse nuk vishte rroba marke. Obori mbeti plotësisht në heshtje. Mund të dëgjoje edhe një gjilpër duke rënë. Disa nga gratë që kishin bërë komentet ishin të zbehta, me fytyrat e kuqe nga turpi. Pash vajzën e saj duke I dëgjuar ato komente. Pash buzëqeshjen e atij fëmije duke u zhdukur. Pash dhimbjen në sytë e saj. Dhe mendova, kjo duhet të ndaloj. Kjo mizori duhet të ndaloj. Genti bëri një pauzë, duke lënë fjalët të depërtonin thellë. Sepse a e dini çfarë tjetër pash? Pash atë nën duke I shërbyer ushqim vajzës, duke I dhënë asaj pjesën më të mirë dhe duke mbajtur për vete minimalen.
Pash atë duke vrapuar për të ndihmuar një fëmijë që ra, edhe pa e njohur, duke pastruar plagët me dashuri. Pash mirësinë e saj, bujarinë, dashurinë e pakushtëzuar. Ai shikoi direkt nga Arta, e cila po qante në heshtje, me borën të kapur pas saj. Dhe unë pyeta veten, kush këtu ka më shumë vlerë? Kush këtu meriton më shumë respekt? Personi që vjen me një makinë luksoze por ka zemrën e mbyllur? Apo personi që vjen me biciklet por ka një zemër të hapur dhe bujare? Shumë njerëz në obor po qanin tani. Disa nëna shikonin në tokë, të turpëruara. Të tjera shikonin Artën me pendim në sy. Genti vazhdoi me zë të emocionuar por të fortë. Prandaj, vendosa që nuk do të ketë short sot. Vendosa që kjo motociklet do t'i jepet direkt asaj gruaje. Artës. Si një njohje për forcën e saj, për përkushtimin e saj, për dashurinë e saj. Sepse ajo e meriton. Sepse njerëz si ajo meritojnë të njihen dhe të vlerësohen. Obori shpërtheu në duartrokitje. Duartrokitje të larta, të emocionuara, të sinqerta. Disa njerëz u ngritën duke duartrokitur në këmbë. Arta ishte në shok, pa besuar atë që po dëgjonte. Këmbët i dridheshin, zemra i rrite pa rregull. Arta, a mund të vish këtu në skenë, të lutem? Ajo nuk mund të lëvizte. Bora e tërhoqi nga dora, rrezatuese. Shko, mami. Shko. Me këmbë të dobëta, Arta eci drejt skenës. Njerëzit i hapnin rrugën asaj, ende duke duartrokitur. Kur unë gjit në shkallë, Genti po e priste me një buzëqeshje të butë, duke i zgjatur dorën për ta ndihmuar. Ajo mori dorën e tij dhe ndjeu sigurinë, nxehtësinë, mbështetjen. Kur qëndruan ballë për ballë në skenë, Genti foli ulët, vetëm që ajo ta dëgjonte. Ti e meriton këtë dhe shumë më tepër. Arta nuk mund të fliste. Lotët rridhnin lirshëm tani, por ishin lot mirënjohjeje, lehtësimi, emocioni të pastër. Bora unë gjit me vrap në skenë gjithashtu dhe përqafoi këmbët e nënës, rrezatuese. Genti mori mikrofonin përsëri. Kjo motociklet është e jotja, Arta. Dhe shpresoj që ajo ta lehtësoj pak jetën tënde, që t'i bëj udhëtimet e tua më pak të lodhshme, që të lejoj të arrish në vende me më shumë komoditet dhe dinjitet. Ai i dha çelsat asaj dhe Arta i mori me duar që i dridheshin. Shikoi motocikletën shkëlqyese, pastaj Gentin, pastaj Borën. Nuk mund të besonte se kjo po ndodhte. Shumë faleminderit, arriti të thoshte, me zërin që i dridhej. Nuk di as si t'ju falenderoj. Nuk ka nevojë të falenderosh. Vetëm vazhdo të jesh kjo që je. Vazhdo të duash vajzën tënde, vazhdo të luftosh, vazhdo të jesh kjo person i mrekullueshëm. Duartrokitjet vazhdonin. Por diçka më shumë po ndodhte. Nga mesi i turmës, një zë femre thiri. Arta. Arta shikoi dhe pa Teutën, një nga gratë që e kishte poshtëruar, duke ecur drejt skenës. Fytyra e saj ishte e lagur nga lotët, syt e kuq. Ajo u ngjit në skenë, dukshëm e tronditur, dhe ndaloi para Artës. Më duhet të kërkoj falje. Unë isha e tmerrshme me ty, të gjykova pa të njohur, isha mizore, e pa shpirt. Më fal, të lutem. Valbona erdhi menjëherë pas saj, duke qarë gjithashtu. Edhe unë. Isha e tmerrshme. Nuk kam asnjë justifikim për atë që bëra. Më vjen shumë keq, Arta. Vërtet shumë keq. Gratë e tjera të grupit u afruan një nga një, të gjitha duke kërkuar falje, të gjitha dukshëm të penduara. Arta shikoi secilën prej tyre, duke parë sinqeritetin në pendim. Mund të ndjente zemërim, mund të refuzonte kërkesën për falje. Por nuk ishte ajo që ishte ajo. Çdo gjë është në rregull, tha ajo, me bujari. Të gjithë gabojmë. E rëndësishme është të mësojmë nga gabimet dhe të përpiqemi të jemi më të mirë. Gratë e përqafuan, duke qarë ende, duke e falënderuar për faljen. I gjithë obori ishte i emocionuar, duke dëshmuar atë moment shpërbërjeje dhe dëmshurie. Kur gjithçka u qetësua, Genti zbriti nga skena me Artën dhe Borën. Ai i çoi te motocikleta dhe i tregoi detajet Borës, e cila ishte e magjepsur. Është e bukur, mami. A do të mund të ngasësh ti këtë? Do të më duhet të mësoj, zemra ime. Genti buzëqeshi. Unë mund të mësoj, nëse dëshiron. Nuk është e vështirë. Arta e shikoi atë, e befasuar. Do ta bënit këtë?
Sigurisht. Do të ishte kënaqësi. Bora përplasi duart e gëzuar. Sa mirë. Genti do të mësoj mamin. Arta qeshi për herë të parë në atë ditë një qeshje e vërtet, e lehtë, e lumtur. Ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Jo vetëm për shkak të motocikletës, por për shkak të atij burri që u shfaq nga asgjëja dhe i ktheu besimin te njerëzimi. Festa vazhdoi edhe për një orë. Por tani klima ishte ndryshe. Njerëzit i afroheshin Artës për ta përgëzuar, për të biseduar, për ta njohur më mirë. Ajo nuk ishte më gruaja e biçikletës. Ishte Arta, një person i vlerësuar, i respektuar. Genti qëndroi pranë tyre gjatë gjithë kohës, duke biseduar me Borën për filma vizatimor, duke e bërë Artën të qeshte me histori qesharake të fëmijërisë. Dhe sa më shumë kohë kalonin bashk, aq më shumë lidhje ndjenin. Kur eventi po mbaronte dhe familjet filluan të iknin, Genti ju afrua Artës me një propozim. Arta, e di që sapo jemi njohur, por do të dëshiroja t'ju ftoja ty dhe Borën për darë. Asgjë formale, vetëm për të biseduar më mirë, që t'ju njoh më shumë. Arta hezitoi. Një pjesë e saj ishte ende në shok me gjithçka që kishte ndodhur. Por një pjesë tjetër, pjesa që po fillonte të ndjente diçka të veçantë për atë burr, donte të thoshte po. Nuk e di nëse do të ishte e përshtatshme. Pse jo? Jemi miq tani, apo jo, Bora? Bora u hodh, e gëzuar. Jemi po. Mami, le të shkojmë për darkë me Gentin. Arta shikoi të bien, shikoi Gentin dhe ndiu zemrën t'i ngrohej. Ndoshta ishte koha të lejonte veten të besonte përsëri. Të besonte se gjëra të mira mund të ndodhnin. Të besonte se kishte njerëz të sinqertë në botë. Mirë. E pranojmë ftesën. Genti buzëqeshi dhe kishte aq shumë sinqeritet në atë buzëqeshje sa Arta ndjeu flutura në stomak. Shkëlqyeshëm. Si thoni për nesër mbrëma? Nesër është e përsosur. Ata shkëmbyen numrat e telefonit. Genti u ofrua t'i merrte me makinë, por Arta tha se preferonte të shkonte me motocikletën e re, e cila ende duhej të dërgohej në shtëpi. Ai qeshi dhe tha se atëherë do të shkonte me makinë pas saj për t'u siguruar që do të arrinte mirë. Në ndarje, Bora e përqafoi Gentin me forcë. Faleminderit që u tregove i mirë me ne, Genti. Ai u ul në gjunjë dhe e përqafoi vajzën me dashuri. Faleminderit juve që më lejuat të bëhem pjesë e ditës suaj. Kur Arta dhe Bora më në fund dolën nga shkolla, duke shtyrë motocikletën e re me biçikletën e vjetër të lidhur anash, qielli ishte i lyer me portokalli dhe rozë. Dielli po perëndonte ngadalë mbi Tiranë, duke krijuar një spektakël ngjyrash. Arta shikonte gjithë këtë dhe ndjente se ndoshta, vetëm ndoshta, një jetë e re po fillonte. Një jetë ku nuk do të duhej më të luftonte e vetme. Një jetë ku dikush e shihte, e vlerësonte, e donte për atë që ishte. E diela u zgjua me qiellin e pastër dhe blu mbi Tiranë. Arta u zgjua herët, si gjithmonë, por këtë herë nuk ishte zilja që e nxori nga gjumi. Ishte ankthi i përzier me pritshmërinë që rrite në gjoksin e saj që kur hapi sy. Darka me Gentin do të ishte atë mbrëmje, dhe ajo mezi mund ta besonte se kjo ishte e vërtetë. Motocikleta ishte e parkuar përpara pallatit ku banonin, e mbuluar me një çarçaf të vjetër që Arta e kishte vendosur për ta mbrojtur. Gjatë gjithë natës së kaluar, ajo kishte zbritur disa herë vetëm për të qenë e sigurt se nuk ishte një ëndër, se ajo gjë ishte vërtet aty. Dhe çdo herë që shihte makinën shkëlqyese, ndjente zemrën t'i rrite fort. Bora u zgjua pak më vonë, duke kërcyer nga krevati me energji të ri për të rirë. Buzëqeshja ishte kthyer në fytyrën e saj dhe syt i shkëlqenin me gëzimin që Arta mendonte se e kishte humbur një ditë më parë. Mami, sot do të ham darkë me Gentin. Do të ham po, zemra ime. Por kanë mbetur edhe shumë orë. Le të ham mëngjesin fillimisht. Ndërsa përgatiste mëngjesin, Arta nuk mund të ndalonte së menduari për gjithçka që kishte ndodhur. Fjalët e Gentit në skenë i ushtonin në mendje. Mënyra se si ai e mbrojti, si e vlerësoi para të gjithëve, si u kujdes të tregonte se ajo kishte vlerë. Askush nuk kishte bërë kur diçka të tillë për të. Askush nuk e kishte parë kur në atë mënyrë. Dhe kishte diçka më shumë. Diçka që ajo nuk mund ta emërtonte plotësisht, por që e ndjente sa herë që mendonte për të. Një lidhje. Një tërheqje. Nuk ishte vetëm mirënjohje për gjestin bujar.
Ishte diçka më e thellë, më e vërtetë. Mënyra se si ai e shikonte, si I dëgjonte fjalët e saj me vëmendje të sinqertë, si ndërvepronte me Borën me aq butësi. Gjithë kjo I trazonte zemrën në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Pas mëngjesit, Arta vendosi se duhej të bënte diçka në lidhje me darkën. Shikoi garderobën e saj modeste dhe psheretiu. Nuk kishte shumë opsione rrobash. Shumica ishin të thjeshta, praktike, të përshtatshme për punë ose për përditshmëri. Asgjë që dukej e përshtatshme për të ngrënë darkë me një biznesmen të suksesshëm. Por atëherë ju kujtua një fustan që e kishte ruajtur prej kohësh. Ishte blu I errët, prej pëllure të lehtë, me një prerje të thjeshtë por elegante. E kishte blerë në një ulje vitesh më parë, kur ende ëndërronte të kishte momente të veçanta në jetë. Nuk e kishte veshur kurrë sepse kurrë nuk erdhi rasti. Deri tani. E nxori fustanin nga dollapi dhe e ekzaminoi. Ishte pak I rrudhur, por asgjë që një hekur nuk mund ta rregullonte. Buzëqeshi lehtë, duke ndjerë një shkëndijë shprese. Ndoshta ky ishte më në fund rasti I veçantë që priti aq shumë. Orët e ditës kaluan ngadalë. Arta u përpoq të qëndronte e zënë, duke pastruar apartamentin, duke luajtur me Borën, duke parë televizor. Por mendja e saj kthehej gjithmonë te darka, te Genti, te mundësitë që ai takim përfaqësonte. Në mes të pasdites, telefoni ra. Ishte Genti. Përshëndetje, Arta. Shpresoj të mos të shqetësoj. Jo, sigurisht që jo. Çdo gjë mirë. Çdo gjë shkëlqyeshëm. Po mendoja. Nëse dëshiron, mund të kaloj andej pak më herët për të dhënë mësimin e parë mbi motocikletën. Kështu fillon të familiarizohesh me të. Arta ndjeu zemrën t'i rritë fort. Ideja për ta parë më herët e bënte të gëzuar dhe nervoze në të njëjtën kohë. Do të ishte shumë mirë. Por nuk dua të marr kohën. Nuk po më merr kohën, Arta. Po ta ofroj sepse dua. Vërtet. Ajo buzëqeshi, duke ndjerë fytyrën t'i skuqej edhe pse ishte vetëm. Atëherë mirë. Në çfarë ore mund të vish? Si thua pas një ore? Kështu kapim ende dritën e diellit. E përsosur. Të pres këtu. Kur mbylli telefonin, Arta vuri re se po buzëqeshte si budallaqe. Bora, që po luante me kukulla në sallon, e shikoi me kuriozitet. Mami, pse je aq e lumtur? Arta u ul në gjunjë pranë vajzës dhe e puthu në ball. Sepse gjëra të mira po na ndodhin, zemra ime. Gjëra shumë të mira. Bora e përqafoi nënën, e lumtur që e shite ashtu. Kishte kaluar kaq shumë kohë që nuk e shite Artën aq të lehtë, aq plot shpresë. Genti mbërriti saktësisht një orë më vonë, duke ngarë një makinë të thjeshtë por të mirëmbajtur, një sedan argjendi. Ai zbriti duke veshur jeans dhe një bluzë të bardhë, asgjë formale, por gjithsesi kishte atë hijeshi që tërhiqte vëmendjen. Arta e vëzhgoi nga dritarja dhe ndjeu stomakun t'i rrotullohej nga nervozizmi. Zbriti me Borën për ta takuar përpara pallatit. Kur u pan, Genti buzëqeshi në atë mënyrë të ngrohtë që dukej se ndriçonte çdo gjë rreth e rrotull. Përshëndetje. Gati për mësimin e parë? Gati. Por të paralajmëroj që nuk kam hipur kurrë në motor në jetën time. Nuk ka problem. Do të mësoj çdo gjë me qetësi. Ai hoqi çarçafin që mbulonte motocikletën dhe makina shkëlqyese u shfaq. Bora përplasi duart, e emocionuar. Është shumë e bukur, Genti. Është vërtet. Mami jote meriton gjëra të bukura. Arta ndjeu fytyrën t'i nxehej nga komenti. Genti e vuri re dhe buzëqeshi, por jo në mënyrë malinje. Ishte një buzëqeshje e butë, e sinqertë. Ai kaloi 40 minutat e ardhshme duke shpjeguar çdo detaj të motocikletës. Tregoi ku ishte çdo kontroll, si funksiononte gazi, frenat, freksioni. Arta kushtonte vëmendje për çdo gjë, por her pas here e gjente veten duke parë më shumë atë se sa motorin. Mënyrën se si ai shpjegonte me durim, si sigurohej që ajo po e kuptonte, si buzëqeshte sa herë që ajo bënte diçka mirë. Tani do të bëjmë këtë. Ti do të hipesh në motor dhe unë do të ndihmoj të bësh xhiron e parë rreth bllokut. Pa nxitim, shumë ngadalë. Arta u ngjit në motociklet me kujdes, duke ndjerë peshën e makinës, teksturën e timonit në duar.
Genti qëndroi pranë saj me një dorë të mbështetur në ndenjëse për ta ndihmuar të mbante ekuilibrin. Qetësohu. Merr frymë thellë. Ti mundesh. Zëri i tij ishte aq qetësues sa Arta ndjeu tensionin të ulej. Ndiste motorin, ndjeu dridhjen nën vete dhe ngadalë filloi të ecte. Genti vraponte pranë saj duke mbajtur motorin duke orientuar çdo lëvizje. Kështu. Po ecën shumë mirë. Tani jepi pak më shumë gaz. Kështu, e përsosur. Arta ndjente një përzierje frike dhe gëzimi. Ishte tmerruese dhe çlirimtare në të njëjtën kohë. Dhe të kishe Gentin aty pranë, duke të inkurajuar, duke të mbështetur, e bënte çdo gjë më të lehtë. Kur përfunduan xhiron e parë rreth bllokut dhe ndaluan përsëri përpara pallatit, Arta ishte pa frymë por me sytë që I shkëlqenin. Ja dola. Ja dole po. Ishe e mrekullueshme. Bora kërcente nga gëzimi duke duar trokitur. Mami, ti dhe motorit. Ti dhe. Genti qeshi dhe ju afrua Artës, e cila ishte ende e ulur në motocikletë. E she? E dia që mundeshe. Ti je shumë më e fortë se sa mendon. Arta e shikoi atë dhe për një moment shikimet e tyre u takuan në një mënyrë ndryshe. Kishte diçka aty, një kimi, një lidhje që shkonte përtej miqësisë. Ajo e kuptoi se edhe ai e ndjeu nga mënyra se si sytë e tij qëndruan të sajat para se të largoheshin. Mirë, tha ai duke pastruar fytin. Besoj se për sot ishte një fillim I mirë. Si thoni të kthehemi pas disa orësh për darkë? Mundet po. Dhe Genti. Faleminderit. Për çdo gjë. Nuk ka nevojë të falënderosh, Arta. Këtë bëjnë miqt. Por ajo e kuptonte se kjo ishte më shumë se miqësi. Dhe nga shikimi I tij, edhe Genti e dinte. Kur ai u largua, Arta u ngjit në apartament dhe filloi të bëhej gati. E lau borën, e veshi me një fustançe roz që vajza e donte shumë, I bëri gërshetat përsëri. Pastaj ishte radha e saj. Bëri një dush të gjatë, lau flokët me kujdes, vuri një krem hidratues që e ruante për raste të veçanta. Veshi fustanin blu të errët dhe u pa në pasqyrë. Ishte ndryshe. Nuk ishte vetëm rroba. Ishte diçka në sytë e saj, në fytyrën e saj. Kishte shpresë aty. Kishte jetë. Vuri një buzëkuq diskret, pak rimel në qerpik, I lëshoi flokët që zakonisht I mbante të lidhur. Kur mbaroi, Bora e shikoi me admirim. Mami, je shumë e bukur. Edhe ti je e bukur, zemra ime. Genti mbërriti pikërisht në orën 7 të mbrëmjes. Kur Arta hapi derën, ai qëndroi për disa sekonda, vetëm duke e parë atë. Ti je e mrekullueshme. Arta ndjeu fytyrën t'i skuqej. Faleminderit. Edhe ti dukesh shumë mirë. Dhe ashtu ishte. Genti mbante një këmishë blu të hapur, pa kravat, me mëngët e përveshura të bëryllat dhe pantallona të zeza. I thjesht, por elegant. Ai I çoi në një restorant komod në zonën e liçenit artificial. Nuk ishte një vend luksos apo shumë I shtrenjtë, por ishte I bukur, I mirëmbajtur, me një pamje të mrekullueshme drejt liçenit të ndriçuar. Arta nuk kishte qenë kurrë në një vend të tillë. U ulën në një tavolinë pranë dritares. Bora ishte e gëzuar duke parë çdo gjë rreth e rrotull me kuriozitet. Genti kërkoi lëng portokalli për vajzën dhe verë për të dhe Artën. Kur gotat erdhën, ai ngriti të tijën. Një gëzuar. Për fillimin e një miqësie të re. Arta ngriti gotën e saj gjithashtu duke buzëqeshur. Për fillimin e diçkaje të re. Ata trokitën gotat dhe Arta piu një glënjë verë duke ndjerë nxehtësinë të zbriste në fy. Kishte vite që nuk pinte verë. Kishte vite që nuk I lejonte vetes këtë lloj momenti. Biseda rodhi natyrshëm. Genti pyeti për fëmijërinë e Artës, për ëndrat e saj, për atë që I pëlqente të bënte. Dhe ajo, për herë të parë pas një kohe të gjatë, u hap plotësisht. Tregoi se si u rrit në një familje të thjeshtë në veri të Shqipërisë, se si erdhi në Tiranë në kërkim të mundësive, se si njohu baban e Borës dhe si u braktis. Nuk ishte e lehtë, tha ajo, me zërin e ngarkuar me emocion. Mbeta shtatzën në moshën 22 vjeçe dhe ai thjesht u zhduk. Kur më nuk dha lajme. Në fillim ishte shumë e vështirë. Mendova të dorëzohesha disa herë. Por kur lindi Bora, çdo gjë ndryshoi.
Ajo më dha një qëllim, një arsye për të vazhduar. Genti dëgjonte me vëmendje, pa e ndërprer, pa e gjykuar. Vetëm duke thithur çdo fjalë. Ti je një luftëtare, Arta. Dhe Bora ka shumë fat që ka një nën si ti. Unë përpiqem të bëj më të mirën që mundem. Dhe ja del çdo kush mund ta shoh këtë. Bora, që po vizatonte në një letër që kamarieri i kishte dhënë, shikoi Gentin dhe pyeti me pafajësi. Genti, a do të bëhesh ti i dashuri i mamit tim? Arta pothuajse u mbyt me verën. Fytyra e saj u bë e kuqe. Në çast. Bora. Mos e thuaj këtë. Por Genti qeshi, një qeshje të sinqertë dhe të lehtë. Vajza jote është shumë e mençur, Arta. Ai u kthye nga Bora dhe u përgjigj me ndershmëri. Unë do të dëshiroja shumë këtë, Bora. Por këto gjëra kërkojnë kohë. Ne duhet të njihemi më mirë fillimisht. Bora tundi kokën, sikur kjo kishte plotësisht kuptim. Mirë. Por unë mendoj se ti do të ishe një i dashur i mirë. Arta ishte e turpëruar, por Genti vetëm buzëqeshi dhe ndryshoi temën me butësi, duke lehtësuar tensionin. Ushqimi erdhi dhe ata hëngrën ndërsa bisedonin për çdo gjë. Genti tregoi më shumë për rrugëtimin e tij, si e ndërtoi kompaninë nga hiçi, për sfidat që kaloi. Arta ndjej e frymëzuar nga çdo fjalë. Nuk ishte arrogancë. Ishte historia reale e dikujt që luftoi shumë për të arritur aty ku ishte. A e di se çfarë më motivon më shumë? Tha Genti, duke parë Artën me intensitet. Është të mund të ndihmoj njerëz të tjerë që po kalojnë atë që kalova unë. Është të përdor atë që arrita për të bërë ndryshim në jetën e atyre që kanë nevojë. Ti tashmë ke bërë ndryshim në jetën time, Genti. Më shumë se sa e imagjinon. Ai mbajti dorën e saj mbi tavolinë, një gest i thjeshtë por i ngarkuar me kuptim. Dhe ti ke bërë ndryshim në timen, Arta. Më kujtove pse e fillova gjithë këtë. Më kujtove atë që vërtet ka rëndësi. Ata qëndruan ashtu për disa sekonda, duart e gërshetuara, shikimet e lidhura. Arta ndjeu zemrën t'i rrite fort, duke ndjer diçka që nuk e ndjente prej kohësh. Shpresë. Mundësi. Dashuri. Bora, duke vënë re momentin, buzëqeshi dhe u kthye te vizatimi i saj, duke i lënë të dy në botën e tyre të vogël. Kur mbaruan darkën dhe kërkuan ëmbëlsirën, Genti pyeti për ëndrat e Artës. Çfarë do të dëshironte të bënte nëse do të mundte? Ku do të dëshironte të arrinte? Arta u mendua për një moment para se të përgjigjej. Unë gjithmonë kam dashur të kem biznesin tim. Diçka të thjeshtë, ndoshta një ëmbëltore të vogël. Unë i adhuroj të bëj torta, ëmbëlsira. Mësova nga gjyshja ime kur isha fëmijë. Por kur nuk kam pasur para për të investuar në këtë. Pse jo tani? Arta qeshi, pa humor. Genti, unë mezi paguaj qiran. Të hapësh një biznes është krejtësisht jashtë realitetit. Por po sikur të mos ishte? Po sikur të kishit dikë që t'ju mbështeste, që të besonte te ju? Arta e shikoi atë, e konfuzuar. Për çfarë po flisni? Po flas që unë besoj te ti, Arta. Dhe nëse vërtet e dëshiron këtë, unë do të dëshiroja të ndihmoja ta bëje këtë ëndër realitet. Jo, Genti. Ti ke bërë tashmë shumë. Nuk mund të pranoj asgjë më shumë. Nuk është lëmosh, Arta. Është investim. Pash se si kujdesesh për çdo gjë me përkushtim, pash karakterin tënd, vendosmërinë tënde. Unë e di se nëse ke mundësinë, do t'ja dalësh. Dhe unë do të dëshiroja të isha pjesë e kësaj. Arta ndjeu lotët që kërcënonin të binin përsëri. Ai burr mezi e njihte, por po ofronte shumë më tepër se sa thjesht para. Po ofronte besim, mbështetje, besim. Nuk di çfarë të them. Nuk ka nevojë të thuash asgjë tani. Vetëm mendoje. Dhe kur të jesh gati, bisedojmë. Ata përfunduan ëmbëlsirën në një heshtje komode, secili duke përthithur peshën e asaj bisede. Kur dolën nga restoranti, nata ishte me yje. Genti i çoi në shtëpi dhe gjatë gjithë rrugës, Bora fjeti në ndenjsen e pasme ndërsa Arta dhe Genti bisedonin ulët. Kur arritën përpara pallatit të Artës, ai fiku makinën dhe qëndroi aty, pa nxitim. Arta, e di që gjithë kjo po ndodh shumë shpejt. Dhe nuk dua të bëj presion. Por më duhet të jem i sinqert me ty. Mund të flasësh.
që kur të pash dje nuk mund të ndaloj se menduari për ty nuk është vetëm admirim për atë që bën për vajzën tënde. Është diçka më shumë. Është lidhje. Është tërheqje. Është e vërtetë. Arta ndjeu zemrën t'i rritë fort. Shikoj atë duke parë cenueshmërinë në sytë e tij, ndeshmërinë në fjalët e tij. Edhe unë e ndjej këtë, pranoi ajo. Dhe kam frikë. Frikë të hapem, frikë të lëndohem përsëri. E kuptoj. Dhe prandaj nuk do të nxitoj asgjë. Do të ecim me kohën tonë, me kohën që ti do të ndjehesh komode. Por dua që ta dish që jam këtu. Vërtet. Ajo buzëqeshi duke ndjer një lot që rodhi. Faleminderit që je aq i duruar me mua. Ti meriton durim, Arta. Meriton respekt, meriton të vlerësohesh. Ai u anua ngadalë, duke i dhënë kohë asaj të tërhiqej nëse donte. Por ajo nuk u tërhoq. Lejoj që ai të afrohej, që buzët e tyre të takoheshin në një puthje të butë, delikate, të ngarkuar me premtime. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin. Natën e mirë, Arta. Natën e mirë, Genti. Ajo zgjoi borën me kujdes dhe të dyja zbritën nga makina. Genti priti derisa ato hynë në pallat para se të largohej. Arta u ngjit në shkallë duke fluturuar, duke ndjerë se jeta e saj po ndryshonte vërtet. Në ditët në vijim, Genti u bë prani e vazhdueshme në jetën e tyre. Kalonte çdo ditë në apartament, duke ndihmuar Artën me mësimet e motocikletës, duke luajtur me borën, duke biseduar për planet e ardhshme. Dhe çdo ditë, lidhja mes tyre rritej. Ai njohu shoqet e Artës nga lagjia, të cilat mbetën të magjepsura nga ai. Njohu njerëzit për të cilët ajo punonte dhe në një nga ato raste i ofroi Artës një punë në kompaninë e tij me rrogë të dinjitetshme dhe orare fleksibël që të mund të kujdesej për borën. Arta ishte e ndarë. Një pjesë e saj donte të pranonte menjëherë, por një pjesë tjetër kishte frikë të përziente punën me marrëdhënien që po fillonte të lulëzonte mes tyre. Genti nuk e di nëse është një ide e mirë. Pse jo? Dhe po sikur të mos funksionoj mes nesh? Po sikur unë të prish çdo gjë? Ai mbajti duart e saj me forcë. Arta, ti nuk do të prishësh asgjë. Dhe edhe nëse nuk funksionon romantikisht, gjë që nuk besoj se do të ndodhë, ti ende e meriton këtë mundësi profesionalisht. Janë gjëra të ndara. Pas shumë mendimesh, Arta pranoi. Filloi të punonte në kompaninë e Gentit në fushën administrative dhe zbuloi se kishte talent për këtë. Ishte e organizuar, përgjegjëse, mësonte shpejt. Dhe Genti ishte gjithmonë aty, duke e mbështetur, duke e inkurajuar, duke besuar tek ajo. Romanca mes tyre u zhvillua natyrshëm. Darka, shëtitje, biseda të thella deri vonë në natë. Genti njihte çdo vrag të Artës, çdo frikë, çdo ëndër. Dhe ajo njihte të tija. Humbjen e nënës, presionin për të mbajtur vëllezërit, vetmin e të pasurit sukses, por pa pasur me këtë andante. Një muaj pas asaj feste shkollore që ndryshoi gjithçka, Genti i kërkoi zyrtarisht Artës të bëhej e dashura e tij. E bëri këtë në mënyrë të thjeshtë por emocionuese, në një piknik në park me borën të pranishme. Vajza kërceu nga gëzimi kur të dy u puthën, duke festuar atë fillim të ri. Jeta e Artës ishte plotësisht e transformuar. Kishte një punë të dinjitetshme, një motociklet që ja lehtësonte lëvizjen, një vajzë të lumtur dhe të shëndetshme, dhe një burr që e donte vërtet. Por më e mira nga të gjitha ishte se ajo më në fund ndjehej e parë. Jo si gruaja e varfër e biçikletës, por si Arta. Me gjithë forcën, bukurinë dhe vlerën e saj. 6 muaj kaluan që nga ajo ditë në festën shkollore që ndryshoi përgjithmonë jetën e Artës. Tirana ishte në mes të dhjetorit me klimën e freskët dhe qiellin blu. Arta u zgjua atë mëngjes të shtune me një buzëqeshje në fytyrë, duke ndjerë nxehtësinë e krahut të Gentit rreth saj. Po, ata tani jetonin bashkë. 3 muaj më parë, Genti kishte propozuar që ajo dhe Bora të shpërnguleshin në apartamentin e tij të bollshëm në zonën e bllokut, dhe pas shumë mendimesh, Arta kishte pranuar. Nuk ishte një vendim i lehtë. Arta kishte frikë se po ecte shumë shpejt, se po përfitonte nga bujaria e Gentit. Por ai ishte i duruar, duke shpjeguar se kjo nuk ishte nder. Ishte dashuri. Ishte dëshira për të ndërtuar një jetë bashkë, një familje.
Apartamenti ishte i bukur, me 3 dhoma gjumi, një dhomë ndenjeje të gjerë me pamje nga qyteti, kuzhinë moderne dhe madje një balkon të vogël që Arta e adhuronte. Bora kishte dhomën e saj, të dekoruar me çdo gjë që një vajzë 6 vjeç mund të ëndërronte. Dhe Arta, për herë të parë në jetë, kishte një hapësirë vërtet të sajën, të ndarë me dikë që e donte vërtet. Ajo u ngrit me kujdes që të mos zgjonte Gentin dhe shkoi në kuzhinë. Ndërsa përgatiste kafen, shikoi rreth e rrotull dhe ende mbeti e befasuar me sa shumë kishte ndryshuar jeta e saj. Nuk ishte vetëm shtëpia më e madhe apo komoditeti material. Ishte ndjenja e përkatësisë, e sigurisë, e dashurisë. Ishte të zgjoheshe çdo ditë pranë dikujt që të vlerësonte, që të respektonte, që bënte çmos të tregonte se sa e rëndësishme ishe ti. Puna në kompaninë e Gentit kishte qenë gjithashtu transformuese. Arta kishte zbuluar se kishte talent për menaxhim administrativ. Ishte e organizuar, efikase, e mirë me njerëzit. Në pak muaj u promovua në koordinatore të sektorit, duke fituar një rrogë që kur nuk e imagjinonte të mundur. Për herë të parë në jetë, arrinte të kursente para, të blinte gjëra për Borën pa sakrifikuar faturat, të kishte pak qetësi financiare. Por më e rëndësishmja ishte ëndra e ëmbëltores. Genti kishte këmbëngulur ta ndihmonte ta realizonte atë, dhe bashkë po planifikonin hapjen e një biznesi të vogël në lagjen ku Arta banonte më parë. Do të ishte një vend i thjeshtë por mikpritës, ku ajo mund të bënte tortat dhe ëmbëlsirat që aq shumë i donte. Emri ishte zgjedhur tashmë, ëmbëltore Bora, një homazh për vajzën që ishte motivi i saj më i madh. Bora u zgjua pak më vonë dhe vrapoi në kuzhinë, duke përqafuar Artën te Beli. Mirëmëngjes, mami. Mirëmëngjes, zemra ime. A fjetët mirë? Fjeta. Pash në ëndër sikur po inauguronim ëmbëltoren dhe kishte shumë njerëz atje. Arta buzëqeshi, duke puthur majën e kokës së vajzës. Ashtu do të jetë vërtet, do ta shohësh. Edhe 1-2 muaj dhe e inaugurojmë. Genti u shfaq në derën e kuzhinës me flokët e shpupuritur dhe një buzëqeshje të përgjumur. Mirëmëngjes, princeshat e mia. Bora vrapoi ta përqafonte edhe atë dhe Arta vëzhgonte atë sken me zemrën plot. Genti ishte bërë shumë më tepër se i dashur. Ishte bërë babai për Borën, edhe pa lidhje gjaku. Luante me të, e ndihmonte me detyrat e shtëpisë, e çonte për shëtitje, merrte pjesë në të gjitha aktivitetet shkollore. Dhe Bora e donte thellësisht, duke e thirrur me dashuri babai Genti. Sot është një ditë e veçantë, njoftoi Genti, duke u ulur në tavolinë. A ju kujtohet se çfarë do të bëjmë? Bora kërceu, e emocionuar. Do të shohim ëmbëltoren. Punimet pothuajse kanë mbaruar. Kështu është. Dhe pastaj do të ham drek jashtë për të festuar. Arta ndiu një val mirënjohjeje. 6 muaj më parë, ajo mezi paguante qiran e një apartamenti të vogël. Tani ishte gati të realizonte ëndrrën e pasjes së biznesit të saj, kishte një familje të dashur, kishte stabilitet. Dukej surreale. Ata hëngrën mëngjes bashk, duke biseduar me gëzim për planet e ëmbëltores. Genti kishte punësuar një arkitekt për të bërë rinovimin e hapësirës që kishin marrë me qira, duke e shndërruar në një vend mikpritës dhe funksional. Kishte një zonë prodhimi në fund, një sallon të vogël përpara me disa tavolina që klientët të mund të uleshin e të pinin kafe, dhe një vitrinë të bukur ku do të ekspozoheshin ëmbëlsirat. Arta ishte e paduruar të shihte rezultatin final. Kishte ndjekur çdo etapë të punës, kishte zgjedhur çdo detaj të dekorimit, kishte marrë pjesë në të gjitha vendimet. Ajo ishte e saj. Ëndra e saj. Arritja e saj. Rreth orës 10 të mëngjesit, të 3 dolën nga shtëpia. Genti ngiste makinën e tij me Artën anash dhe Borën në ndenjësen e pasme duke kënduar këngë fëmijësh. Rruga deri te lagja zgjaste rreth 20 minuta dhe gjatë gjithë rrugës Arta ndjente flutura në stomak. Kur arritën në rrugën ku ndodhej ëmbëltoria, Arta pa se kishte një lëvizje ndryshe. Disa njerëz të njohur të lagjes ishin mbledhur përpara biznesit duke biseduar me gëzim. Ajo njohu zonjën Fatmira, fqinjen e pallatit të vjetër, dhe zotin Agim, pronarin e furrës së bukës në Qoshe. Edhe Teuta dhe Valbona, gratë që e kishin poshtëruar në atë festë shkollore, ishin atje. Arta shikoi Gentin, e konfuzuar. Çfarë po ndodh? Genti buzëqeshi në mënyrë misterioze. Do ta zbulosh. Kur zbritën nga makina dhe u afruan, njerëzit filluan të duartrokisnin.
Arta ishte plotësisht e humbur. Genti e kapi nga dora dhe e çoi deri te dera e ëmbëltores, e cila ishte e mbuluar me një pëlhur të kuqe. Arta, tha ai, me zë të emocionuar. Kur të njoha 6 muaj më parë, pash një grua të fortë, luftëtare, plot dinjitet. Pash dikë që pavarësisht gjithë vështirësive, nuk humbi aftësinë për të dashur, për të kujdesur, për të ëndërruar. Dhe u dashurova. Jo vetëm me bukurinë tënde, por me esencën tënde. Arta ndjeu lotët të fillonin të formoheshin. Bora mbante dorën e saj me forcë, e emocionuar. Në këta muaj bashk, mësova shumë. Nga ti mësova për qëndresën, për mirënjohjen, për atë që vërtet ka rëndësi në jetë. Dhe dua t'i kaloj pjesën tjetër të ditëve të mia pranë teje, duke mësuar më shumë, duke u rritur bashk, duke ndërtuar një familje. Ai ul në gjunjë, duke nxjerrë një kuti të vogël nga xhepi. Arta çoi dorën te goja, pa besuar atë që po shihte. Genti hapi kutin, duke zbuluar një unas të thjeshtë por të bukur, me një diamant të vogël që shkëlqente në diell. Arta, a do të martohesh me mua? Njerëzit rreth e rrotull shpërthyen në duartrokitje dhe britma gëzimi. Bora kërcente pranë nënës, duke bërtitur po. Dhe Arta po qante, po dridhej, pa mundur të fliste. Po, arriti të thoshte më në fund, me zërin që i dridhej. Po, unë pranoj. Genti u ngrit dhe e puthu, ndërsa të gjithë duartrokitnin. Vendosi unazën në gishtin e saj me kujdes, dhe Arta e shikoi atë sikur të ishte gjëja më e çmuar në boll. Ka edhe më shumë, tha Genti, duke buzëqeshur. Shiko atje. Ai tregoi derën e mbuluar. Arta u afrua dhe tërhoqi pëlhurën e kuqe, duke zbuluar një tabel të bukur druri me shkronja të Arta, ëmbëltore Bora, punime artizanale. Por nuk ishte vetëm kjo. Poshtë, me shkronja më të vogla, shkruaj, nga Arta Bardhi. Arta shikoi Gentin, e konfuzuar. Bardhi? Por unë jam ende. Ai mbajti duart e saj, duke parë thellë në sytë e saj. E di që ti je ende me mbiemrin tënd. Por kjo është dhurata ime e parakoshme e martesës. Dua që ti të fillosh ta përdorësh mbiemrin tim. Dua që njerëzit ta dinë që ti je imja, që unë jam i yti, që jemi një familje. Arta nuk mund të ndalonte së qari. Përqafoi Gentin me forcë, duke ndjerë gjithë dashurinë, gjithë bujarinë, gjithë mirësinë e atij burri. Njerëzit filluan të hynin në ëmbëltore për të parë brendësinë. Arta shkoi bashkë me ta, e mrekulluar. Çdo gjë ishte e përsosur. Muret ishin në një ton krem të butë, me detaje druri. Dyshemeja ishte me pllaka që imitonin drurin e hapur. Tavolinat ishin të rumbullakta, prej hekuri të bardhë, me karrige delikate. Vitrina ishte e gjerë, me rafte xhami ku do të ekspozoheshin ëmbëlsirat. Dhe në fund, kuzhina ishte një ëndër, e pajisur me furrë industriale, mikser profesional, tavolina inoksi, çdo gjë që i duhej për të prodhuar. Zonja Fatmira i u afrua Artës, me sytë e përlotur. Bi, çfarë gëzimi të shoh kështu. Gjithmonë e kam ditur që ishe e veçantë, që meritoje gjëra të mira. Faleminderit, zonja Fatmira. Faleminderit që keni besuar gjithmonë te unë. Teuta dhe Valbona u afruan gjithashtu, dukshëm të emocionuar. Arta, tha Teuta. Ne do të dëshironim të kërkonim falje përsëri. Ajo që bëm ishte e pafalshme. Arta mbajti dorën e Teutës me butësi. Tashmë është e falur. Të gjithë ne meritojmë një shans të dytë. Valbona e përqafoi Artën, duke qarë. Ti je një frymëzim për të gjitha ne. Tregon se është e mundur të fitosh, se është e mundur të jesh e lumtur. Pjesa tjetër e mëngjesit ishte një festim. Njerëzit që kishin ardhur për të parë ëmbëltoren sollën lule, dhurata, fjalë inkurajuese. Arta ndjente se jo vetëm po inauguronte një biznes, po inauguronte një kapitull të ri të jetës së saj. Genti kishte organizuar çdo gjë me përsosmëri. Madje edhe ëmbëlsirat të vogla që Arta kishte bërë ditët e mëparshme po u shërbeheshin vizitorëve, si një lloj parapamjeje e asaj që do të vinte. Të gjithë i lëvdonin, thoshin se ishte torta më e mirë që kishin provuar ndonjëherë, se ëmbëltoria do të ishte një sukses. Bora vraponte nga njëra anë në tjetrën, e lumtur, duke u treguar të gjithëve se ai ishte biznesi i mamit të saj. Kishte një krenari të sinqert në zërin e saj, një shkëlqim në sy që Arta nuk do të lodhej kur duke e parë.
Kur të gjithë u larguan dhe ata mbetën vetëm në ëmbëltore, Arta u ul në një nga karriget dhe shikoi rreth e rrotull. Genti dhe Bora u ulën pranë saj. Ja dole, zemra ime, tha Genti. Ja dole. Arta e shikoi atë, pastaj Borën, pastaj Unazën në gishtin e saj. Jo, ne ja dolëm. Sepse asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa ju. Bora përqafoi nënën dhe Gentin dhe të tre qëndruan atje të përqafuar në heshtje. Një heshtje plot kuptim, mirënjohje, dashurie. Në muajt në vijim, ëmbëltoria u bë një sukses. Arta punonte fort, duke u zgjuar herët për të përgatitur ëmbëlsirat, duke pritur klientët, duke menaxhuar biznesin. Por tani nuk ishte e vetme. Genti e ndihmonte sa herë që mundte, duke u kujdesur për pjesën financiare, duke bërë marketing. Dhe Bora, edhe pse e vogël, gjithashtu ndihmonte, duke organizuar tavolinat, duke biseduar me klientët me simpatinë e saj natyrale. Martesa u caktua pas 3 muajsh në qershor, kur viti shkollor do të mbaronte përsëri. Do të ishte një ceremoni e thjeshtë por emocionuese, me miq të ngushtë dhe familjar. Arta kishte rigjetur disa të afërm nga veriu që nuk I kishte parë prej vitesh, dhe Genti u kujdes t'i ftonte të gjithë, duke paguar madje edhe udhëtimin që të mund të ishin të pranishëm. Një javë para martesës, Arta ishte në ëmbëltore duke përfunduar detajet e tortës që ajo vetë do të bënte për ceremoninë, kur dera u hap. Ishte një grua që ajo nuk e njihte, rreth 40 vjeç, e veshur mirë, me një buzëqeshje të butë. Mirë dita. Ju jeni Arta? Jam po. Me çfarë mund t'ju ndihmoj? Gruaja u afrua, e emocionuar. Emri im është Blerta. Jam motra e Gentit. Ai më ka folur shumë për ty, por unë isha në udhëtim dhe vetëm tani arrita të vija të njihja personalisht. Arta mbeti e befasuar. Genti kishte përmendur motrën dhe vëllezërit, por ata banonin në qytete të tjera dhe ajo ende nuk kishte pasur mundësi t'i njihte. Sa mirë që u njohëm. Genti flet shumë për ju. Blerta shikoi rreth e rrotull ëmbëltores, e admiruar. Kjo këtu është shumë e bukur. Ti ke shumë talent. Por a e di, unë nuk erdha vetëm për të njohur vendin. Erdha për të thënë diçka të rëndësishme. Mund të flisni. Blerta u ul në një nga karriget dhe Arta bëri të njëjtën gjë. Genti është vëllai im më I vogël. Kur mami ynë ndërroi jetë, ai mori përgjegjësinë të kujdesej për mua dhe vëllan tjetër. Pagoi studimet tona, na ndihmoi financiarisht, ishte gjithmonë I pranishëm. Është një burr I jashtëzakonshëm dhe unë e dua shumë. Arta tundi kokën, duke ndjerë se kishte diçka më shumë. Por ai gjithmonë ka qenë shumë I vetmuar, vazhdoi Blerta. Punon shumë, kërkon shumë nga vetja, kur nuk lejoj që dikush vërtet të afrohej. Deri te ti për herë të parë në jetë, unë e shoh atë vërtet të lumtur. E shoh atë duke buzëqeshur, I relaksuar, I dashuruar. Dhe kjo është fal teje, Arta. Arta ndjeu syt t'i digjinin. Edhe unë jam e lumtur me të. Shumë e lumtur. E di. Dhe prandaj doja të falenderoja. Që kujdesesh për vëllan tim, që e do atë që ndërton një familje me të. Ti nuk e ke idenë se sa e rëndësishme është kjo për ne. Të dyja u përqafuan, duke qaur, duke krijuar një lidhje të menjëhershme që Arta e dinte se do të bëhej e thellë. Në ditën e martesës, Arta u zgjua në apartamentin e zonjës Fatmira, e cila kishte ofruar shtëpinë e saj që ajo të bëhej gati, duke ndjekur traditën që dhëndri dhe nusja nuk duhet të shihen para ceremonisë. Bora ishte me të, tashmë e veshur me fustanin e saj të bukur roz të hapur, me lule të bardha në flokë. Arta u pa në pasqyrë, duke veshur një fustan të thjeshtë por elegant, të bardhë, me dantel delikate në shpatulla dhe një fund që binte but deri te këmbët. Nuk ishte një fustan marke, por ishte I përsosur. Ajo ishte e përsosur. Je e bukur, mami. Tha Bora, e admiruar. Edhe ti je, zemra ime. Shoqëruesja më e bukur në botë. Zonja Fatmira u shfaq në derë me syt e përlotur. Bi, je rezatuese. Zoti e bekoft këtë martesë. Ceremonia do të ishte në një kishë të vogël në lagje, e ndjekur nga një festë në një sallon aty pranë. Asgjë shumë e madhe apo luksoze, por plot dashuri dhe kuptim. Kur Arta arriti në kishë, e kapur për krahu me zotin Agim, I cili me mirësi u ofrua ta dorëzonte nusën të dhëndri, ndjeu zemrën t'i rrite fort.
Muzika filloi të luante dhe dyert u hapën. Atje ishte Genti në altar, i bukur në kostumin e tij blu të errët me sytë e fiksuar te ajo. Dhe kur shikimet e tyre u takuan, Arta pa lotët që rridhnin në fytyrën e tij. Lot lumturie, dashurie, mirënjohjeje. Ajo eci ngadalë nëpër korridor me Borën që hidhte petale lulesh përpara saj. Shihte fytyrat e miqve, të familjarëve, të gjithë njerëzve që ishin pjesë e atij rrugëtimi. Dhe kur më në fund arriti në altar dhe Genti i mbajti duart, ndjeu se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Fjalët e celebrantit dukej se u shtonin nga larg. Çdo gjë që Arta arrinte të shihte, të ndjente, ishte Genti. Kur erdhi momenti i betimeve, Genti foli i pari me zë të emocionuar. Arta, kur të pash për herë të parë, pash shumë më tepër se një grua të bukur. Pash forcë, dinitet, dashuri të pakushtëzuar. Pash dikë që pavarësisht gjithë vështirësive nuk e humbi aftësinë për të ëndërruar. Dhe u dashurova. Premtoj të dua çdo ditë të jetës sime, të respektoj, të vlerësoj, të mbështes. Premtoj të jem burri më i mirë për ty dhe babai më i mirë për Borën. Premtoj të ndërtoj një jetë plot dashuri, respekt dhe bashkëpunim pranë teje. Arta po qante kur i erdhi radha asaj. Genti, ti u shfaqe në jetën time kur unë kisha më shumë nevojë. Jo vetëm me gjeste materiale, por me diçka shumë më të vlefshme, dashuri të vërtetë. Më tregove se kisha vlerë, se meritoja të isha e lumtur, se isha e denjë për dashuri. Premtoj të dua pa kushte, të mbështes në çdo moment, të ndërtoj një familje të bukur pranë teje. Premtoj të bëj të lumtur çdo ditë dhe premtoj të mos harroj kurrë se sa shumë e transformove jetën time. Kur shkëmbyen unazat dhe celebranti i deklaroi burr e grua, puthja që ndan ishte plot premtime, të ardhme, dashuri të përjetshme. Dhe kur u kthyen nga publiku, të gjithë ishin në këmbë, duke duar trokitur, duke qarur nga emocioni. Festa ishte e bukur. Ushqim i shijshëm, muzikë e gëzuar, kërcime, qeshje. Genti dhe Arta kërcyen valsin e nuseve në tingujt e një këngë që fliste për fillime të reja, për dashurinë që shëron, për ëndrat që bëhen realitet. Në një moment të caktuar, Genti thiri Borën të kërcente me ta. Të tre kërcenin bashk, të përqafuar, duke formuar një familje. Dhe Arta shikoi rreth e rrotull, duke parë të gjithë ata njerëz të lumtur, duke festuar atë moment dhe ndjeu një mirënjohje të thellë. 6 muaj më parë, ajo kishte mbërritur me biçikletë në një festë shkollore, e poshtëruar, e gjykuar, e lënduar. Dhe sot ishte atje, e martuar me burrin që donte, pronare e biznesit të saj, e rrethuar nga njerëz që e respektonin dhe e admironin. Transformimi ishte i plotë. Kur festa po mbaronte dhe të ftuarit filluan të largoheshin, Arta dhe Genti dolën në parkim. Dhe atje ishte biçikleta e vjetër blu, tani e restauruar dhe e lyer me të bardhë, e dekoruar me lule. Genti e kishte ruajtur biçikletën dhe e kishte riparuar si dhuratë simbolike. Kur mos harro nga erdhe, tha ai. Nga kjo biçikletë, nga kjo luftë, nga kjo forcë. Sepse ishte kjo që të bëri këtë që je. Arta preku timonin e biçikletës me dashuri, duke kujtuar të gjitha kilometrat e pedaluara, të gjitha vështirësitë e kaluara, të gjitha lotët e derdhur. Ajo biçikletë përfaqësonte rrugëtimin e saj, të kaluarën e saj. Dhe tani përfaqësonte edhe të ardhmen e saj. Sepse nuk kishte rëndësi se ku do të arrinte, kur nuk do të harronte nga erdhi. Genti, Arta dhe Bora hyrën në makinë bashk, duke lënë pas festën, por duke marrë me vete gjithë dashurinë, gjithë shpresën, të gjitha ëndrat. Po shkonin për muaj mjalti, një javë në një bujtin në jug të Shqipërisë, ku mund të relaksoheshin, të festonin, të planifikonin të ardhmen. Ndërsa ngisnin makinën nëpër rrugët e Tiranës, Arta shikoi nga dritarja dhe pa qytetin e ndriçuar nga nata. Të njëjtin qytet ku kishte luftuar aq shumë, ku kishte vuajtur, ku kishte rezistuar. Por tani ishte gjithashtu qyteti ku kishte gjetur dashurinë, realizuar ëndrat e saj, ndërtuar një familje. Mbajti dorën e Gentit me forcë dhe shikoi mbrapa, ku Bora po flinte e qetë në ndenjëse. Çdo gjë kishte vlejtur. Çdo lot, çdo vështirësi, çdo moment dhimbjeje. Sepse çdo gjë e kishte çuar deri aty. Deri në atë moment lumturie të plotë. Dhe ndërsa makina vazhdonte nëpër bulevard, Arta mbylli sytë dhe përshpëriti një lutje mirënjohjeje. Mirënjohje për forcën që pati për të mos u dorëzuar. Mirënjohje për njerëzit që i dolën në rrugë. Mirënjohje për dashurinë që gjeti. Mirënjohje për jetën që tani kishte.
E ardhmja ishte e pasigurt, siç ishte gjithmonë. Por për herë të parë, Arta nuk kishte frikë prej saj. Sepse e dinte që nuk ishte më e vetme. Kishte një familje. Kishte dashuri. Kishte shpresë. Dhe kjo ishte çdo gjë që i duhej për të vazhduar të ëndërronte, të luftonte, të jetonte. Historia e Artës dhe Gentit ishte prova. Se është e mundur të rifillosh, se është e mundur të gjesh dritë edhe në errësirën më të thellë, se dashuria e vërtet ka fuqinë të transformojë jetë. Dhe se në fund, ajo që vërtet ka rëndësi nuk është nga vim apo çfarë kemi, por kush jemi dhe si duam. Dhe ata ishin dashuri. E pastër, e vërtet, transformuese.